Vazhdojmë me pikën e tretë të rendit të ditës, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, mbështetur në nenin 67 paragrafi 2 të Kushtetues së Republikës së Kosovës, nenin 11 të rregullores së Kuvendit dhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, rastet numër kod 193-25 dhe kod 196-25, datë 18 gusht 2025, kryetari I Kuvendit apo kryetarja propozohet nga subjekti më I madh parlamentar, I cili zgjedhet përmes votimit të hapur, votim I cili mund të realizohet vetëm deri në 3 herë për kandidatin apo kandidatin e njëjtë. Andaj, në bazë të nenit 67, paragrafi 2, të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në rastin numër 190/14 të datës 26 gusht 2014, subjekti parlamentar me numrin më të madh të deputetëve I dal nga zgjedhjet e mbajtura me më 28 dhjetor 2025 është lëvizja vetëvendosje, që ka të drejtën për ta propozuar kandidatin për kryetar apo kryetarit të Kuvendit. Një njoftoj se kryetari I Kuvendit zgjidhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve apo deputetëve të Kuvendit së paku me 61 vota. Ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj kandidatën apo kandidatin për kryetar a kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Të nderuar deputet, të nderuar kryesues të kësaj seance, shumë të dashur përfaqësues të institucioneve të shtetit tonë, të nderuar ambasador të pranishëm, ju të dashur gazetarë që po e përcjellni këtë seancë. Mirë se po e gjejmë njëri tjetrin në këtë seancë të themelimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, të kësaj legislature më saktë. Ju uroj secilin për juve, të nderuar kolegë deputet që jeni zgjedhur nga ana e popullit të Kosovës. Ju dëshiroj suksese dhe uroj që në këtë kuvend të veprojmë gjithmonë në frymën e bashkëpunimit e të marrim vendimet më të mira për qytetarët e Republikës sonë. Grupi parlamentar I lëvizjes vetëvendosje e propozon deputeten Albulena Haxhiu për kryetarët të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ju faleminderit. Faleminderit. Në salë janë të pranishëm 118 deputet. Konstatoj lus deputetët që në ngritje dore të deklarohen për kandidatin apo kandidatin e propozuar, në këtë rast kandidatin e propozuar për kryetare të Kuvendit, deputetën zonja Albulena Haxhiu. Kush është për?
Kush është kundër? Kush abstenon? Për kanë votuar 66 deputet, kundër kanë dhënë votën 24 deputet dhe 8 të tjerë kanë abstenuar. Konstatoj se Kuvendi zgjodhi deputeten Albulin Argjiu për kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryetare së Kuvendit i dëshiroj suksese dhe punë të mbarë në legjislaturën e 10. Ftoj kryetaren e posaçëzgjedhur të Kuvendit të Republikës Kosovës, zonjën Albulin Argjiu, që ta zërë vendin e saj dhe të merë kryesimin e seancës themeluese.